Të dashur miq, ishte një sahabi në kohën e pejgamberit a.s. namazin e të cilit e lakmonin të gjithë sahabet, gjithashtu edhe agjerimin e tij, gjithashtu edhe namazin e natës, zikrin e tij. Njëri shumë i devotshëm, shumë i mirë, i devotshëm sa më s'kishte për syte sahabeve edhe të njerëzve të Medines. Mirë po ky i ri me emrin Alkame, një ditë u sëmur, ra në shtratin e vdekjes, mirë po shpirtin nuk mund t'ja dorëzonte Allahu xhaleshanuhu, do me thënë nuk i dilte shpirti nga trupi i tij, sepse nana e tij kishte një ankesë të madhe, e cila nuk ja bënte halal birit e saj, Alkames. Pse? Sepse Alkameja krejt mirë ishte sjellur me Allahun, por me nanën ishte sjellur shumë keq, do me thënë nuk e kishte respektuar nanën në atë shkallë që kërkon Allahu xhaleshanuhu dhe zemra e nanës, andaj nuk i dilte shpirti. Shkoi lajmi te pejgamberi a.s. Muhamedi a.s. dërgoi Bilalin, Selmanin, Ammarin ta shohin gjendjen e Alkames, pse nuk i del shpirti. Shkuan, ja përmendnin shahadetin, ai nuk mund të thoshte shahadetin, la ilaha illallah, nuk mund të thoshte as pak. Alkameja ashtu ishte në atë agoninë e vdekjes, mirë po nuk i dilte shpirtin nga trupi i tij. Lajmi shkoi përsëri te Muhamedi a.s. se Alkameja kështu e ka gjendjen. E thiri Muhamedi a.s. nanën e Alkames. Tha, nëse ajo mund të vijë, le të vijë, nëse nuk mund të vijë, do shkoj unë te ajo. Edhe erdhi nëna e Alkames te Muhamedi a.s. Muhamedi a.s. e pyeti si ishte gjendja e Alkames, edhe sjellja e tij me nanën e tij. Ajo tha, as pak e mirë ja Resulullah, dhe unë nuk ja bëj halal, sepse ai asnjëherë mua nuk më ka dhënë përparësi asnjëherë, kështu që ai përparësi çdo herë i jepte gruas së tij, kështu që mua më trajtonte si një robreshe shtëpisë. Muhamedi a.s. tha, nëse nuk ja bën halal, atëherë të urdhëroj sahabët ta djegim trupin e Alkames, të mbledhim dru dhe ta djegim. Nana si nana tha, ja Resulullah, ta digjni trupin e birit tim para syve të mi, Alkamen? Po, tha, nëse nuk ja bën halal, ma mirë ta djeg zjarri kësaj dynjaje se sa zjarri i xhenemit. Nana Alkames tha, ja Resulullah, ja bëj halal. Ja bëj halal, halal e ka çdo gjë, edhe çdo sjellje të keqe që ka pas ndaj meje. Prej meje ka halal në gjithë zemër. Muhamedi a.s. për të vërtetuar ai e ka bërë halal ajo, i dërgoi përsëri shokët ta shohin Alkamen, t'ja përmendin shahadetin, edhe kur shkuan ja përmendën shahadetin, edhe Alkameja ja dorëzoi shpirtin Allahu xhaleshanuhu duke thënë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Edhe kjo ishte një dëshmi se nana vërtet ja kishte bërë halal me gjithë zemër. Andaj të dashur miq, në këtë ditë Ramazani, edhe pse Ramazani është një ibadet dhe një shkollë transformimi, të gjithë të rinj dhe të reja që bëjnë ndonjë gabim ndaj prindërve të tij, sidomos ndaj nanave të tyre, le të marrin halalin sa janë gjallë, le të ndryshojnë sjelljen e tyre ndaj prindërve të tyre, sepse prindërit, si edhe shpirti jonë, janë të vetmin që nuk thehen për së dyti në dynja, andaj të i duam, të i respektojmë se i kemi gjallë, edhe lusim Allahu xhaleshanuhu të na pranoj agjerimin e kësaj dite dhe ditëve tjera inshallah dhe çdo ibadet tjetër. Wassalamu alaikum.